Rreshtet e dendurat të shiut kanë shkaktuar probleme edhe në veri të vendit, pasi ka pasur rrëshitje të dherave dhe banorët të disa fshatrave me Malsinë e Madhe prej 5 ditësh janë të izoluar. Dhe shqetësueshëm është boll, besa se nuk ka kur ka me lëviz populli. Është problemi i madh, të dy katune që nuk kanë lidhje asnjëna pa me tjetrën se s'kan ka me komunikuar. Ne na takon shpesh. Se gjithmonë na qartë. Ka 2-3 herë në vit a prish kjo rrugë. Këtu nuk kene kryetar bashkiet. Kryetar bashkis ka një shkot mesme me 5, edhe kryetar prej Polisterkës. Polisterka është një zhele e Malsisë Madhe që ka bërë votat tona e se ka bajur këtu. Prezencë të ujit në tokat bujësore dhe në oborët e banesave ka edhe në zonën e Obotit në Shkodër, ku në rrugën kryesore kalohet vetëm me mjetet e larta. Banor të bllokuar ka edhe në njësinë administrative Bushat, pasi 15 familje janë të izoluara nga prezenca e ujit. Përveç rreshjeve të shiut, problemi janë shkaktuar edhe nga dëbora, ku ka pasur bllokime të përkohshme të rrugës së Qathores që lidh Shkodrën me Malsinë e Madhe, si dhe Vermoshin. Situata e ngjashme paraqitet edhe në qarkun Kukës. Rreshtet e shiut vijnë me intensitet të ulët, por rreziku në rrugët kombëtare mbetet prezent për shkak të rrëshitjeve të dherave. Për shkak të motit të keq, është pezulluar mësimi në shumë shkolla.